Atëherë fillojmë. Pas dhënies së betimit dhe marrjes së mandatit me të drejtat të plota, vazhdojmë pjesën e dytë të kësaj seance. Në rendin e ditës, zgjedhja e kryesuesit të Kuvendit të Komunës. Konstatojmë se prezent janë 23 antarë. Mungojnë 8. Atëherë, procedojmë me propozimet për themelimin e komisionit lidhur me verifikimin e procesit për zgjedhjen e kryesuesit të Kuvendit të Komunës së Voshtrisë. Hapi debat lidhur me këtë. Ftoj PD-kën që të propozoj emrin e antarit për komision. I nderuar kryetar, të nderuar kolegë, dua fillimisht që t'ju uroj me rastin e betimit dhe marrjes së mandatit si antar të Kuvendit, duke ju dëshiruar punë të mbarë. Në emër të Partisë Demokratike të Kosovës propozojmë Kushtrim Hysinin. Faleminderit. Ftoj lëvizjen vetëvendosje që të paraqes emrin. Mungojnë. Atëherë ftoj Ludekën. Falni, nuk keni të drejtë për i subjetit tjetër politik. Vetëm nëse ka mundësi prej grupit LDK-s. Ftoj nismen. Atëherë ftoj nismen. I nderuar kryetar, të nderuar të pranishëm, në emër të Nismës Social-Demokrate propozoj Kushtrim Veseli. Faleminderit. Ftoj tash Aleancën për Armërinë e Kosovës. Do të propozon dikush për Aleancës. Atëherë ftoj Aleancën për Armërinë e Kosovës. Të propozon dikush të propozote, përveç pak se nuk është vetveten me propozu, le të propozon dikush për. Faleminderit. Tash që në votim themelimin e komisionit. Atëherë çes në votim themelimin e komisionit. Kush është për? Kush është për? Janë për. 17 janë për. Kush është kundër? Kush është kundër? Ka abstenime. A ka abstenime? Nuk ka. Nuk ka. Konstatoj se themelohet komisioni. Konstatoj se themelohet komisioni. Faleminderit. Ftoj tash grupet kuvendare që të japin propozimet për kryesuesit dhe kryesuesit kuvendit. Tani ftoj përfaqësuesit e partive politike që ta ftoj emrin e kryesuesit të Kuvendit. Ftoj PD-kën. I nderuar kryetar, të nderuar kolegë, kam nderin dhe kënaqësinë që në emrin e Partisë Demokratike të Kosovës të propozoj Melihate Basholli Latifi. Melihate Basholli është një prej personaliteteve të shquara të jetës institucionale të komunës sonë. Ajo për një kohë të gjatë ka qenë antare e Kuvendit, është antarja më e vjetër e Kuvendit Komunal të Voshtrisë, njëkohësisht ka udhëhequr me drejtorinë e kulturës, rinisë dhe sportit, por gjithashtu ka udhëhequr me sukses mandatin e kaluar edhe Kuvendin Komunal, ku ushquhet për transparencë, integritet dhe për një udhëheqje dinjitoze. Andaj, ju ftoj që gjithëve që ta votojmë bashkërisht kryesuesen Melihate Basholli Latifi. Faleminderit. Ka propozim lëvizja dhe vendosje. A ka
propozim lëvizja vetëvendosje. Po, se jam LDK-ja. Atëherë kalojmë te LDK-ja. A ka propozim? Po na. Vëzë qatë mikrofon. Faleminderit. Nderuar kryetar, nderuar të pranishëm, nga rrota e Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk kemi ndonjë propozim. Pasi që nuk kemi pas ndonjë diskutim më herët qoftë bashkëpunimit për zgjedhjen e kryesuesit, na rrjedhimisht nuk do të marrim pjesë edhe në votim. Faleminderit. Faleminderit. Nisma dhe Aleanta. Nisma. Nisma ka kandidat për propozim? Jo. Jo, faleminderit. Aleanca për Armërinë e Kosovës? Lista. Atëherë faleminderit. Lista serbe? Nuk ka. Faleminderit. Ftoj komisionin që të nxjerrën dhe sekretarin që të sjell flet votimet për votim të fshehtë. Atëherë ftoj komisionin Të dalë këtu. Që të dalë këtu. që të dalë këtu dhe ta Kryj punën e punën e vet, me qenë se votimi është i fshehtë. edhe sekretaria të sjell flet votimet Dhe sekretaria do të sjellë flet votimet për votim të fshehtë. Për votim të fshehtë. për votim të fshehtë. Faleminderit. Faleminderit. Veç mos dile se me në rampi bina. Veç një minutë.
Atëherë të ndërruar antarë, ne si komision konstatojmë që janë 39 fletë votimet e leshme të vullosura dhe mund të vazhdojmë tutje me votim të fshirë. Atëherë fillojmë. Behar Durako. Ata në shkruan që secili. Berat Sadiku. Betim Galvanica. Blerina Shala. Djeza Plana. Drita Dibrani. Edman Hyseni. Mongan. Pakete Dushi. Nuk merr pjesë. Fatmirët Celia. Mongan. Fidan Bejta. Gentiana Rama. Gresa Muli. Okay. Hoam Linoko. Isa Kuka. Nuk marr pjesë. Kushtrim Hyseni. Kushtrim Veseli. Leonora Gërguri. Lerik Maxhuni. Kush nuk merr pjesë në votim, kush mund ta. Spish. Okej, veç Atë se s'kudi, s'vijë. Mekseloci. Mongon. Meleote Bashulli, Latifi. Mensur Kastrati. Mentor Verizi. Nasuf Aliu, Mongon. Plëm Malici. Ramadan Parduzi. Nuk merr pjesë. Refik Maloku. Mongon. Rahima Jeti. Stefan Marković. Vler Tahiri. Gjon Gubetini.
dhe Ymer Aradina i mungon. Ftujmë komisionin që ta bën po që të verifikoj vlet votimet dhe të bëjë numërimin e votave. Atëherë ftoj komisionin që të bëj verifikimin dhe numërimin e votave. Atëherë komisioni konstaton se në votim ka marrë pjesë 17 deputat. Gjithsej janë 17 në nënshkrime. Kështu që tash fillon procesi i numërimit. Për 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 Atëherë të praneshëm deputet ju mysafir kryetar komision këtu vërtetuam që janë 17 flet votime gjithsej, 17 janë për, asnjë kundër, nuk ka asnjë absteniem. Konstatojmë që Meliate Basholli është kryesuese e Kuvendit Komunal, urime Meliate, urime Kuvendit Komunal, urime kryetar, të gjithë stafit. Le të konstaton edhe kryesuesin pjesë. Veç na lëshë.
Në bazë të dispozitave të nelit. Atë në bazë të dispozitave të nelit 41 të ligjit për veçëverisë lokale, konstatojmë se me shumicë votave të numëruara të përgjithshme të anëtarëve të kuvendit zgjidhet kryesuesi. Atëherë kryesuesja Milihate Basholli. Ftoj që ka marrë fjalën Milihate Basholli. Janë shumë vënë të qitash. Po na e morëm atë. I nderuar i kryetari i komunës, zotri Ferit Idrizi, të nderuar kuvendar të kuvendit të komunës, të nderuar përfaqësues të MAPL-s, përfaqësues të KFOR-it, të OSBE-s, të nderuar përfaqësues të shoqërisë civile, të mediave, zonja dhe zotrinj, të nderuar të pranishëm, mirë se keni ardhur në seancën e parë të kësaj legjislature. Shumë të nderuar qytetarë të komunës së Vushtrisë, më lejoni t'ju falenderoj për besimin e përkrahjen tuaj të vazhdueshme në rrugtimin tim politik. Ky besim i manifestuar sot edhe përmes votës së anëtarëve të kuvendit, përkon edhe me një përgjegjësi të lartë institucionale të cilën e pranoj me përgjegjësi dhe përkushtim maksimal. Shpreh falenderim dhe vlerësim të veçantë për kryetarin e komunës, së bashku me subjektin tim politik, të cilët më kanë nominuar për detyrën e kryesuese së kuvendit të komunës së Vushtrisë edhe për një mandat. Falenderoj me këtë rast edhe të gjithë kuvendarët që më dhanë mbështetjen e tyre në këtë seancë konstituive. Ju siguroj se ushtrimin e këtij funksioni do ta realizoj me integritet të plotë, me profesionalizëm dhe me paanshmëri, duke respektuar me përpikëri të gjitha aktet ligjore dhe rregullore që rregullojnë punën e kuvendit dhe të institucioneve komunale. Të nderuar të pranishëm, të nderuar kuvendar, prioriteti ynë i përbashkët do të jetë zhvillimi i politikave dhe vendimarrjet që reflektojnë mirëqenie më të mirë për të gjithë qytetarët tanë pa dallim. Në bashkëpunim të ngushtë me kryetarin e komunës dhe me ekzekutivin komunal, e veçanërisht me të gjithë ju të nderuar kuvendar, do të vazhdojmë të angazhohemi për avancimin e mirëqenies së komunitetit në të gjitha fushat e jetës publike, nga infrastruktura, arsimi, shëndetësia, ekonomia lokale, zhvillimi social dhe jo vetëm. Me përgjegjësi të plotë institucionale dhe me vullnet të përbashkët jam e bindur se do të arrijmë rezultate të dukshme dhe do të forcojmë besimin e qytetarëve në punën tonë. Bashk na prifte mbara. Duke ju falenderuar për pjesëmarrjen tuaj, për kontributin tuaj në këtë seancë të parë të kësaj legjislature, shpall të përfunduar këtë seancë, mirupafshim në seancën e radhës. Shëndet e mbarësi për secilin.